nga se kemi ndryshuar edhe atë që unë e quaj rregullin e komunikimit së bashku, pra një përpjekje, një sforcim 6 vjeçar për komunikime të përditshme live dhe prej ditës djeshme një transformim në rrallësim të komunikimeve live dhe në shpeshtim të këtyre video mesazheve të cilat i drejtohen në mënyrë të drejt për drejt dhe qartazi vetëm atyre njerëzve të cilët kanë interes për me ndjek mua. E sqaroj dhe e risqaroj. Rrjetet e mia sociale, komunikimet e mia në rrjetet sociale nuk janë për këdo, nuk janë për gjithëkënd, nuk janë as për viralitet, as për popularitet, as për famë, as për vota dhe as për pëlqyeshmëri. Jam në kërkim të njerëzve të cilët e mendojnë si unë, dhe rrjetet e mia sociale nuk janë detyrim për kërkëm nga ju për me i ndjek. E sqarojmë këtë gjë, e kthjellojmë këtë gjë, e përsërisim dhe ripërsërisim këtë gjë sepse ka një keqkuptim shumë të madh. Pra mjafton që njerëzit të shohin në atë ekranin e telefonit tyre, të laptopit tyre, të iPadit tyre apo të kompjuterit tyre dhe mendojnë se ti u ke shkuar aty tek ekrani dhe po thua më ndiq. Nuk ju kam dalë unë tek ekrani juve. Nuk jam unë duke ju dalë juve tek ekrani dhe nuk jam duke kërkuar unë t'ju dalë juve tek ekrani. Unë jam duke postuar në rrjetet e mia sociale. Dhe mënyra si funksionon rrjetet sociale është si puna e ecjes në të njëjtën rrugë së bashku, në të njëjtin bulevard së bashku, në qëndrimet tona në të njëjtat kafene së bashku. Pra fakti që ne ecim në të njëjtat rrugë, fakti që ne shohim të njëjtat fytyra shpeshherë, fakti që ulemi në të njëjtat kafene së bashku dhe shohim po të njëjtat njerëz, nuk do të thotë që ata njerëzit kanë ardhur aty për ne, apo janë duke kaluar aty për ne. Do të thotë që kemi të njëjtat rrugë. Dhe unë postoj në rrjetet e mia sociale, jo për të ardhur në faqet tuaja, jo për të dalë në ekranet tuaja, por sepse rrjetet e mia sociale janë të mia dhe unë kam të drejtë që në to të shkruaj, të postoj dhe të them gjithçka unë e quaj të rëndësishme për mua. Dhe ma hamendja kështu duhet jetë për të gjithë ju, për çdo qytetar shqiptar. Prandaj, ju lutem, kuptojeni, askush nuk po detyron askënd për me ndjek mua. Askush nuk po detyron askënd për me i dëgju, për me i pa, apo për me i vlerësu video mesazhet e mia apo tekstet e mia të shkruara në Facebook apo në rrjetet tjera sociale, në YouTube, në TikTok, apo në LinkedIn. Ju lutem, ndihuni të lirë t'i shpërfillni. Nëse nuk keni interes, nëse nuk doni t'i dëgjoni, nëse nuk keni pikë dëshire me e pa fytyrën time dhe me e dëgju zërin tim dhe me e dëgju edhe mesazhin tim apo me e lexu, e keni thjesht rrjetet sociale, ju japin mundësinë e butonit blok dhe delete, bloko dhe fshi, dhe jeni të çliruar nga çdo gjë që ka emrin e Arjan Galdinit apo të LRE Rinisja. Nga ana tjetër, askush nuk duhet të shqetësohet pse unë postoj në rrjetet e mia dhe synoj, kërkoj dhe dua të rastis në qytetarë të mirë të cilët duan ta dëgjojnë zërin tim, sepse e mendojnë si unë, duan që t'i ndjekin postimet e mia sepse e mendojnë si unë. Dhe jemi në drejtën tonë të gjithë, edhe ju që nuk doni, por edhe ata që duan të më dëgjojnë dhe të më ndjekin. Le ta respektojmë këtë si një harmoni në rrugët dhe kafenet e jetës reale dhe në këtë trafiku në rrjeteve sociale. Është një trafik që ka të njëjtin bulevard,
ka bulevardin ku ti lëviz me gisht. Në qoftë se në rrugët e vendit tënd, qytetit, fshatet dhe lagjes tënde ti ecën me këmbë, këtu ecën me gisht. Në qoftë se ti në rrugët e qytetit tënd kur ecën me këmbë, nuk gjuan me shkelm çdo njeri që të duket fytyrë e njohur, apo që e ke bezdi, apo që e ke inat, edhe këtu me gisht ti nuk ndalon për të shtypur tastierën për me sha, për me mallku, e për me hedh balë të vrerë, apo për me gjyku, apo për me paragjyku, por ti thjesht lun gishtin, pra lun gishtin dhe ecën dhe ndjek diçka tjetër, ose e ndal gishtin dhe shtyp butonin blok dhe delete. A jemi të qartë për këtë gjë? Unë jam Arjan Galdini, nuk po kërkoj fam, nuk po kërkoj audiencë, nuk po kërkoj vlerësim, nuk jam në kërkim as të popularitetit, as të lajmit, as të karriges, as të pushtetit, as të fitimeve dhe as të përfitimeve. Dua të gjej njerëz që e mendojnë si unë, qofshin pak apo shumë, nuk e gjykoj dhe nuk e paragjykoj dhe nuk e caktoj dhe nuk e paracaktoj dot, por dua të gjej ata njerëz që e mendojnë si unë. Dhe askush tjetër nuk kap se të zemrohet, mërzitet dhe të turfulloj virtualisht me komente banale, vulgare, pornografike, të ndyta, të fliqta, pse unë bëj atë që kam dëshirë të bëj në lirinë time, me dinjitet dhe duke nderuar dhe respektuar dhe dinjitetin e kujtdo tjetër. E thënë kjo, dua t'ju sqaroj dhe diçka që është shumë e rëndësishme. Të dashur miq, të dashur qytetarë shqiptar, ju që keni dëshirë të më ndiqni. Këtë tutje, pra prej sot, unë do të vi tek ju me të tilla video mesazhe. Por, nëse doni të lexoni tekstet e mia, ju lutem kërkoni emrin tim në Facebook, Arjan Galdini, ose faqet e LRE Rinisja, kërkoni ose Arjan Galdini, ose LRE Rinisja, dhe aty do të keni gjithçka. Aty do të keni tekste të shkruara. Do të keni tekste të shkruara. Dhe bashkë me video mesazhet, në qoftë se ne i harmonizojmë edhe me tekstet e shkruara, mendoj se do të ndërtojmë një komunikim të frytshëm së bashku. Nuk kam ndërmend të ndalem për shkak të acarimit të atyre që s'më njohin. Nuk kam ndërmend të dorëzohem për shkak të sharjeve dhe mallkimeve të atyre që s'më njohin apo refuzojnë më njohin. E kemi zgjidhur këtë hesap. E kam thënë, nisma kafe me Galdinin është në fuqi çdo ditë, do të jetë në fuqi çdo ditë. Kush ka sharje, kush ka mallkime, kush ka balt, kush ka akuza, kush ka pretendime, kush ka moskuptime, kush ka gjykime apo paragjykime, ju lutem, mos i shprazni në komente me negativitet dhe vrerë. Bjerni telefonit 068 40 60 131. Çfarë mund t'ju thot njeriu më tepër se kaq? Mos mbushni rrjetet sociale me vrerë, me helm, me balë dhe me lum kundër çdo njeriu. Unë po bëhem shembulli i parë dhe po ju them, jam i gatshëm t'ju përkushtohem që të më njihni. Pra, mos e hapni dhe mbyllni hesapin me një njeri, duke e trajtuar njeriun si asgjë dhe duke i lënë helmin me komentin tënd i dashur shqiptar në çdo postim që bën. Hiq dorë nga një koment negativ dhe përdore tastierën për t'i rënë një numër telefoni. Një numër telefoni është një telefonat larg dhe ke mundësi ta njohësh Arjan Galdinin personalisht. Jam unë ai që do të sakrifikoj kohën time për t'ju përkushtuar çdo njeriu që ka dëshirë me njoft personalisht. Por mos harxhoni energji, mos harxhoni tastier, mos harxhoni kohë, por njëkohësisht edhe mos helmatisni rrjetet e mia sociale me gjykime, paragjykime, balt, me përcaktime, me etiketime, sepse ju kam thënë, ejanit më njihni personalisht. Ejanit flasim. Në të gjitha kohët të moshmit tanë,
por edhe fet tona, Krishtërimi, Islami na kanë mësuar që të mos gjykojmë se do të gjykohemi. Nëse s'flasim do të mirë për dikë, bëjmë mirë të heshtim. Nëse nuk e njohim personalisht dikë, bëjmë mirë të heshtim dhe t'i japim shansin vetes për me e njohë dikë. Unë po ja jap juve shansin, edhe pse numerikisht e kam të pamundur që të sqaroj dhe qartësoj çdo qytetar shqiptar, e sigurt është që për ata që do të marrin mundimin të më telefonojnë, do të jem në dispozicion dhe gatishmëri për me i sqaruar. Për të tjerët që duan të vazhdojnë me helm dhe vrerë, me balë dhe me lumë, me gjykime dhe paragjykime, duke më quajtur të këtij apo të atij, duke më quajtur me 1000 fjalë të liga e të poshtra, nuk kam çfarë të them, nuk ju ndihmoj dot, unë nuk ndalem dot më në këtë rrugë që kam marrë, sepse është mision për të ardhmen e vendit tonë. Unë këtë e ndjej si mision, nuk po kërkoj karrige, sepse ju kam sqaruar që kam dhënë dorëheqjen dhe nuk merrem më me politikë, por dua të çoj deri në fund një mision. Të tilla komunikime do të jenë të disa herë në ditshme dhe do të jenë të përditshme, por do të keni dhe të shkruara. Të shkruara i gjeni në Facebook. Kërkoni faqen Arjan Galdini në Facebook ose faqet e LRE Rinisja në Facebook dhe aty do të keni mundësi të lexoni edhe tekstet e shkruara përveç video mesazheve. Sepse kështu do të jemi edhe më të shëndetshëm dhe më të qartë në komunikimin dhe kuptimin e njëri tjetrit. Faleminderit gjithëve deri në mesazhin e ardhshëm.